mbrëm dizenjatorja krenare Rugova shpalosi koleksionin e saj më të ri, të cilin e titulloi Hidden. Ky koleksion vjen pas atij të fundit sinematik. Se si u mirëprit nga mes dhe çfarë komente mori, e ndjekim bashk materialin përgatitur nga Maki Bajrami. Hidden quhet koleksioni i shtati dizenjatores krenare Rugova. Dizajnet të cilat ajo solli ju deshën 6 muaj kohë për t'u kompletuar. E të premten brëma krenare Rugova shpalosi 50 kreacione të cilat kryesisht janë veshje urbane. Ideja të cilës dizenjatorja i kishte dhënë jetë u realizua në parkingun e trafikut urban, i cili për disa orë u shndrua në pasarel mode, ku prezantuan para shumë të ftuarve modelet më të reja. Edhe kësaj radhe, ajo kishte punuar me ngjyrat e preferuara të bardhë dhe të zezë, por nuk mungoi as ngjyra e gjelbër, të cilën dizenjatorja Rugova e përdori si risi në këtë koleksion. Sallën e mbushën mysafir të ndryshëm, duke filluar nga i pari i Prishtinës e deri tek aktor, dizenjator e miq të shumë të krenares. Për disa minuta ata u njohën me risitë që kishte sjell ajo në koleksionin e shtatë Vjeshdimër 2014-2015. Unë gjithmonë bi prerje, konstruktim të ri, kështu që shumë shpresoj që kanë mujt audienca me vrejt mënyrën e konstruktimit veshjeve. Është veshje koqa për përditshmëri, është shumë e lehtë për kombinime. Sër që unë se kom punu ma herët kësi lloj veshjet përditshme në koleksionet e mia, po mendoj që ky koleksion i takon një zhanrit edhe ma urban, sidomos krahasi me dy koleksionet e fundit që i kam paraqit. Këto detaje u atërhoqën vëmendjen edhe dizenjatorëve prezent në këtë revuj mode. Prerjen edhe lojën e prerjes në materiale. Më pëlqyn mangët që i kanë ndru, janë ma poshtë se zakonisht që i përdorëm, edhe fustanat kanë shumë bukur, se ke stili edhe cool edhe elegant, që më pëlqyn shumë. Ndërka që aktorës Ilire Vinca i ra në sy krejt diçka tjetër. Prej ftesës kur e mora dhe pashat hartën, thash, sa mirë, një befasi e radhës, për shkojmë në një ambient që është i harruar. Këtë ambient ku ma shumë moti, edhe më zhduk disi si me qenë i shekullit kaluar, dhe pse të mas bëhen ambientet e këtilla të shekullit sotëm, ditëve të sotme, dhe të marrin një konotacion krejtësisht tjetër. E kryetari i Prishtinës, si mysafir i rregullt i dizenjatorës Rugova, u nda i kënaqur me kreacionet e koleksionit Hidden. Si gjithmonë me kikin interesant janë këto organizime, sonë edhe vendi është këtu lidhet me komunën tonë, trafiku urban, garazha trafikut urban, janë evenimente që nuk i shohim shpesh në Prishtinë. Këto koleksione do të dalin në shitje nga e hëna në ateljen e dizenjatorës. E për të festuar koleksionin e ri, krenare Rugova ishte përkujdesur me një after party.